Sonja e zotërinj deputet, nderuar qytetarë shqiptarë që na ndiqni, Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar nga viti 1991 deri në vitin 2025 9 rezoluta e 11 deklarata sa i përket gjithçka ka ndodhur në Kosovë nga 91-shi e deri në 2025. Po shikoja me kuriozitet rezolutën e miratuar në vitin 1991. E miratuar me konsensus plot nga deputetët e asaj legislature. Një rezolut shumë kuptim plot për momentin që ka jetuar Kosova. E kështu me radhë, vit pas viti, në vitet e vështira, 97, 98, 99, 2000 e më pas, Kuvendi i Shqipërisë i ka mbajtur të gjitha këto qëndrime. Të gjitha në kohën e duhur, për çështjen e duhur, për situatën që kërkonte dhe për mbështetjen që kërkonte Kosova. Ua kam bërë gati, do të kërkoja që përpara se të hedhim në votim këtë kërkesë tuajën të radhës, ti lexoni. E nuk do të harxoj as një sekond nga koha e vyer e kuvendit për këtë çështje, për cilën ua kemi dhënë përgjigje shpesh, por po kaloj tek diçka që është emergjente, që ndërlidhet padyshim edhe me çështje për cilën po flasim. Zoja zotërinj, asgjë që vjen nga Sali Berisha e kur lidhet me Kosovën, nuk ka ardhur dhe nuk ka për të ardhur kur ndonjëherë për mirë. Vendimi juaj i Partisë Demokratike i bërë publik dje për të bojkotuar protestën e nesërme mbarkombëtare në mbështetje të UÇK-s dhe komandantëve të saj është thjesht konfirmimi i qëndrimeve dhe i veprimeve kundër interesit Kosovës. Me që thatë se nuk doni të jeni për krah nesh, thatë që nuk doni të jeni për krah kryeministrit. Kryeministri nuk do të jetë nesër në protest. Hajde, pse nuk vini? Sigurisht me kushtin që e bëri, me kushtin që të mos e politizojmë. Bëni dhe ju nesër një protest, me që nuk doni të vini me organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s. Nuk doni të vini me ta, as me ne. Bëni ju një tuaj nesër. Mos hajdeni në sheshin Skënderbej, po bëni një në Shqup ose një në një shesh tjetër. E me këtë rast, do ju vinë më shumë, se kjo është një çështje që na bashkon, kjo është një çështje nga ato që ne e quajmë, populli shqiptar i quan një komb, një qëndrim.